Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 23 deri në datën 29 mars. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që na vjen në lidhje me shenjën e parë që është shenja e dashit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, por dhe videot me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë fillojmë me shenjën e dashit. Kemi energjitë shenjave të ajrit, të ujit dhe kemi dhe energjitë shenjës së demit, shenjës së peshores. Gjithsesi ju shoh që keni ngesur në mendime negative në lidhje me një dashuri, me një njohje lidhje ose edhe me marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër ju shoh të bllokuar në mendime në lidhje me punën, anën ekonomike, por dhe me çështje situata të ndryshme që mund të keni. Që mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të ketë lidhje me studimet tuaja ose edhe në lidhje me anën tuaj shëndetësore. Gjithsesi, thjesht jeni bllokuar vetë në këto mendime, rruga është e hapur në lidhje me gjithçka dhe nuk ka lidhje asgjë, nuk ka lidhje fare me gjërat që ju mendoni. Në mesin e javës shoh që ju do çliroheni nga këto situata, do ndjeni më mirë, do keni lajme të mira në lidhje me një dashuri. Ju shoh shumë entuziast, shumë emocional në lidhje me njohje lidhje, por edhe ata që janë në marrëdhënie, ndërsa në rastin tjetër shoh lajme të mira në lidhje me punën, në lidhje me dokumenta të ndryshme, ose edhe në lidhje me anën tuaj shëndetësore, me familjen, me shtëpinë, nga fëmijët tuaj ndoshta. Por shoh lajme shumë të mira dhe fillime që do marrin zhvillime shumë të mira. Mund të jetë fillimi i një dashurie të re, një shtatzani, ku vërtet do ketë zhvillime shumë të mira. Ju mund të filloni një aktivitet, një biznes, një punë, çfarëdo që të filloni në fund të kësaj jave, sepse këtu kemi planetin Jupiterin, fati do t'ju ndihmojë në lidhje me këto fillime të reja që ju do bëni. Por shoh edhe bollëk prosperitet. Dhe thash, fillimet mund t'i merrni ashtu si i keni situatat, mund t'jenë nga më të ndryshmet. E rëndësishme është që është një javë fantastike, thjesht dilni nga mendimet negative. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Jemi te energjia e tokës që jeni ju vetë, dhe këtu kemi energjitë shenjave të zjarit. Ju mund të keni lidhje me persona këtyre shenjave, ose mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, unë shoh fillime të reja, të menduara mirë. Ndoshta ju jeni duke menduar në lidhje me një dashuri, për të hyrë në një njohje të re. Në rastin tjetër mund të jetë fillimi një pune të re, ose fillimi një partneriteti, një biznesi, një bashkëpunimi që ju mund të bëni. Por është diçka e menduar mirë. Dhe në mesin e javës ju shoh në një pozicion të favorshëm. Këto fillime të reja mund të, ose ju jeni duke menduar edhe për anën ekonomike, për shpenzimet që keni në lidhje me fëmijët, me familjen, me shtëpinë tuaj. Ju shoh që ndoshta do jeni shumë mbështetës në lidhje me një fillim të ri. Mund ta kenë dhe fëmijët tuaj këtë fillim të ri. Gjithsesi, unë ju shoh që çelësin e keni ju në dorë, në lidhje me anën ekonomike flasim këtu, por ndërkohë ju shoh jeni në një pozicion të favorshëm, ekonomik flasim. Por edhe në lidhje me mbështetjen, mund të jeni personi kyç për të mbështetur, njerëzit tuaj të afërt, por edhe persona të tjerë që mund të kenë nevojë për mbështetjen tuaj. Gjithsesi, në fund të javës ju shoh shumë të vendosur në qëllimet tuaja, ju
keni kaluar shumë probleme, si në lidhje me dashurinë, me punën ose nga ana ekonomike, ose vështirësi më saktë të ndryshme që keni pasur. Gjithsesi unë shoh që ju do i vendosni qëllime vetes, të ecni përpara dhe të lini vështirësitë që keni kaluar deri në këto momente t'i lini mbrapa. Është një javë fantastike si në lidhje me dashurinë, me anën ekonomike, sepse do futet edhe afërdita në shenjën tuaj në fakt, ku shenja e demit është një shenjë që do një stabilitet ekonomik, do rehatin, do pak që stabilitet në anën ekonomike, por edhe në lidhje me dashurinë, pse jo. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë te numri i WhatsAppit. Atëherë shohim energjinë që na vjen për shenjën tuaj. Jemi te rrota e fatit, kemi kartën e drejtësisë, energjia e peshores, por jemi edhe te energjia e shenjave të ajrit, që jeni dhe ju vetë. Gjithsesi, në fillim të javës, ju shoh që ju dëshironi të jepni zgjidhje në lidhje me një dashuri, për të futur në një njohje, në një rast, në rastin tjetër, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ti çoni para. Për disa të tjerë mund të ketë lidhje me punën, anën ekonomike, në lidhje me dokumenta të ndryshme që ju mund të keni, por mund të ketë lidhje dhe me ligjin, me shtetin, sepse kemi kartën e drejtësisë këtu, mund të jenë çështje nga më të ndryshmet. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me fëmijët tuaj, me shtëpinë tuaj. Dhe në mesin e javës unë shoh që ju i jepni drejtim këtyre situatave, sepse fati do t'ju ndihmojë në fillim të javës, por ndërkohë do zgjidhni çfarë do lloj situate. Si në lidhje me dashurinë, me punën, por dhe nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me çështje dhe situata ligjore të ndryshme që mund të keni, ose për pjesën e dokumentave, për një pjesë tjetër mund të kenë lidhje me një divorc, por jo domosdoshmërisht, por ju shoh në fund të javës, sikur ngeceni në mendime negative, bllokoheni. Ndoshta ju jeni duke menduar se nuk keni bërë zgjidhjen e duhur në lidhje me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për një pjesë tjetër mund të mendoni negativisht se gjërat nuk po ecin, nuk po i jepni dot zgjidhje. Por unë shoh këtu që ka një zgjidhje, sepse fati do t'ju ndihmojë që të jepni zgjidhje situatave. Thjesht dilni nga mendimet sepse ndiheni të bllokuar, ose ju e keni bllokuar vetveten tuaj me mendimet që ju krijoni. Sepse po të vëmre, por kjo, më falni, rruga është e hapur. Dhe kjo ka lidhje në çfarë do lloj situate që ju mund të jeni. Dhe tham, kjo mund të ketë lidhje me dokumenta, me shtëpinë, me familjen, në marrëdhëniet në çift, për t'i dhënë zgjidhje disa situatave. Ose edhe në lidhje ndoshta edhe me një çështje gjyqësore që ju mund të keni, ju shoh që keni ngesur në mendime negative. Dilni nga mendimet sepse rrugën e keni të hapur në lidhje me gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë, do shohim se si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë te numri i WhatsAppit. Dhe shohim energjinë që na vjen. Atëherë, ju shoh jeni te energjia e shenjave të zjarit, energjia e shenjave të tokës dhe përsëri energjia e shenjave të tokës. Ju mund të keni të bëni me persona të këtyre shenjave, ose në rastin tjetër mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi në fillim të javës ju shoh që jeni në pritje të një përgjigjeje, në lidhje me një dashuri, mund të jeni në pritje të një përgjigjeje në lidhje me fëmijët, me shtëpinë, ose edhe ka lidhje shumë edhe me anën ekonomike, shoh shumë fort se jemi te energjia e tokës këtu. Ju shoh që mund të jeni në pritje të një udhëtimi, mund të jeni në pritje të një personi që ju vjen nga distancë e largët, ose ju jeni në pritje të
për të bërë fillime të reja ose për të realizuar diçka në lidhje me bashkëpunime të ndryshme që keni ose edhe në lidhje me punën dhe anën ekonomike. Dhe në mesin e javës shoh që mund të filloni diçka ose ju jeni në pritje të këtij fillimi. Gjithsesi unë shoh që një energji e bukur nga universi ju vjen. Ju vërtet mund të keni një person të vendi punës që njiheni me këtë person ose dëshironi ta njihni këtë person, jeni në pritje të këtij personi, por në rastin tjetër mund të jetë që ju jeni duke punuar në një punë, mund të ketë lidhje me artin ose me punë të tjera, edhe me punë të tjera që mund të keni me karrierën tuaj, dhe ju shoh që ju punoni shumë fort, ju admirojnë të vendi punës, por jeni të pakënaqur në lidhje me të ardhurat që keni. Mund të jenë të pakënaqshme për ju, por për punën që bëni do jeni të vlerësuar. Dhe në fund të javës ju shoh që ju do keni një ngritje. Do keni një ngritje në lidhje me stabilitetin tuaj, do keni një vetbesim, ju do arrini stabilizoni këtë njohje që ju dëshironi ta bëni ose që ju e keni dhe partnerët tuaja, dhe ju shoh shumë të sigurt, me shumë vetbesim në lidhje me këtë. Ndërsa për pjesën tjetër do merrni një shumë të konsiderueshme parash, dhe unë e shoh që parat do jenë në rritje në fund të javës. Ju mund të keni një rritje rroge, mund të keni një rritje ekonomike në lidhje me partneritete ose bashkëpunime të ndryshme, ose në lidhje me karrierën tuaj. Gjithsesi, shoh që në fund të javës ju do arrini të stabilizoni çfarë do lloj situate që ju mund të keni, sepse dhe Jupiteri do futet në gafore, kemi dhe Afërditën që është në shenjën e Demit, që është një shenjë që krijon stabilitet ekonomik, por dhe dashuri. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë te numri i WhatsApp-it. Atëherë kemi të bëjmë me energjinë, është energjia juaj dhe energjia, më falni, nuk është energjia, është energjia shenjës së Demit, shenjës së Peshores. Kemi në qendër të leximit energjinë tuaj, por dhe të gafores. Më falni, dhe kemi energji të shenjave të tokës. Ju shoh që ju do keni fillime që do marrin zhvillime shumë të mira. Mund të jetë një dashuri e re, që vërtet do marrë zhvillim të mirë. Një njohje, një lidhje ose edhe në marrëdhëniet tuaja, por shoh edhe një rritje, një fillim i ri ekonomik, që do t'ju japi zhvillime shumë të mira, por do t'ju japi dhe bollëk dhe prosperitet. Për pjesën tjetër mund të jeni, ndoshta është fillimi një shtatzanie gjatë kësaj periudhe. Dhe në mesin e javës shoh që ju do besoni brenda intuitës tuaj. Ndoshta në lidhje me një person, ju do ndjeni entuziazm, do jeni shumë emocional me këtë person, por sepse shoh që e bëni këtë fillim të ri, por do besoni dhe brenda intuitës tuaj në lidhje me këtë dashuri. Ndërkohë ju shoh që do analizoni gjithçka në lidhje me këtë person. Por për një pjesë tjetër ju shoh që ju keni hiqni dorë nga gjërat që keni besuar në lidhje me dashurinë, me punën, nga ana ekonomike, dhe është një periudhë që ju fusni besime të reja, por gjithmonë duke studiuar situata dhe çështje të ndryshme që mund të keni. Dhe këtë mund ta merrni si në lidhje me dashurinë, me punën, nga ana ekonomike. Ju shoh që do jeni dhe shumë sekret gjatë kësaj periudhe, ose ju mund të mbani dhe shumë sekrete brenda vetes tuaj. Gjithsesi në fund të javës shoh që mund të keni një person te vendi punës që ju admiron, ju pëlqen, është një person që tërhiqet nga ju, por në rastin tjetër mund të jetë që ju krijoni, bashkëpunoni në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Por përsëri sigur jeni pak sekret brenda vetes tuaj, edhe sepse besoni brenda intuitës tuaj në lidhje me njohjet, me dashurinë mund të flas. Ndërsa për pjesën tjetër mund të bëni një punë që ka të ardhurat vogla, ndoshta ju ndjeni pak kënaqur nga të ardhurat, por gjithsesi unë shoh që ju do ndjeni të vlerësuar
në lidhje me punën tuaj, po jo nga ana materiale flasim. Ndoshta jeni të admiruar te vendi punës, ju keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar edhe në lidhje me punën, do filloni të besoni gjëra të tjera, do filloni të keni një vizion ndryshe edhe në lidhje me të ardhurat tuaja. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju mund të ndiqni edhe shenjën tuaj ascendente. Duhet ta përmend këtë për ta ndjekur sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, ju shoh që jeni te energjia e shenjës të hënës, shenjë nga Fores, energjia e shenjave të zjarit dhe kemi kartën e perandoreshës, ku kemi energjinë e demit dhe energjinë e peshores. Gjithsesi ju shoh që jeni në fillim të javës do keni paqartësi, frikra emocionale, ndoshta ju mund të jeni dhe shumë emocional në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet që keni. Një pjesë për ju shoh në pritje të një personi dhe kjo gjë ju bën shumë emocional në lidhje gjatë kësaj jave. Por shoh që ju do keni një fillim dhe një zhvillim shumë të mirë në lidhje me dashurinë. Në lidhje me një shtatzani për një pjesë tjetër, ndoshta ju keni frikë nëse do ta keni të shtatzani ose jo, ju shoh që jeni në pritje të kësaj, por unë shoh një realizim. Ndërsa për pjesën tjetër, mund të keni dhe prapaskena gjatë kësaj periudhe ose manipulime nga persona që ju qëndrojnë afër, që ju duken pozitiv. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që mund të keni dhe pasiguri në lidhje me një pritje. Mund të jetë prisni një përgjigje në lidhje me një udhtim, prisni një përgjigje në lidhje me një bashkëpunim, me partneritete të ndryshme, ose edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që keni. Gjithsesi, është energjia e fillimit të javës, në fund të javës, ju shoh që ju do t'i bëni këto fillime të reja, sepse kemi Afroditën që është në shenjën e demit, dhe për ju do sjellë fillime, zhvillime shumë të mira. Bollëk, prosperitet, shtatzani, njohje të reja, fillime të reja, punë të reja, oferta të reja. Është një fundjavë fantastike në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.